Mirë se erdhët sërish, sot do të prekim një koncept që thuajse thyen rregullat e matematikës, por ndërton marrëdhëniet e jashtëzakonshme. Po flasim për zakonin 6, sinergjia. Është parimi i bashkëpunimit krijues, ai momenti kur e tëra bëhet shumë, por shumë më e madhe se shuma e pjesëve të saj. Po, e di, duket si një gabim në tabelën e shumëzimit, apo jo? 1 + 1 bëjnë 3. E po, pikërisht këtu fshihet gjithë magjia e sinergjisë. Gjatë minutave në vijim, do të zbulojmë se si, në botën e ndërveprimit njerëzor, ky ekuacion jo vetëm që ka kuptim, por është çelësi për rezultate të jashtëzakonshme. Pra, çfarë është fiks kjo sinergjia? Harrojeni thjesht punën në grup. Është diçka shumë më e thellë. Është procesi i krijimit të alternativave të treta, zgjidhjeve kritikisht të reja që asnjëra palë nuk i kishte menduar fare në fillim. Imagjinoni sikur vetë marrëdhënia, besimi dhe kreativiteti mes njerëzve bëhen një pjesë aktive, një forcë që krijon vlerë të re. Okej, por si arrihet kjo gjendje kaq e fuqishme? Ku fshihet sekreti? Siç do ta shohim tani, gjithçka varet nga cilësia e komunikimit ton. Le të shohim se si nivele të ndryshme besimi na çojnë në rezultate krejtësisht të ndryshme. Kjo tabel na e tregon historinë shumë qartë. Shikoni pak. Kur besimi është i ulët, ne jemi në mbrojtje. Komunikimi është si një betejë, dikush duhet fitojë e dikush duhet të humbas. Pastaj kur besimi rritet pak në nivelin mesatar, bëhemi më të sjellshëm, arrijmë një kompromis. Por kompromisi, le ta pranojmë, është kur të dy palët humbasin pak. Pra, 1 + 1 bëjnë e gjysmë. E magjia e vërtet, ajo ndodh këtu lart, me besim të plot. Komunikimi bëhet krijues, i hapur, dhe papritur, 1 + 1 bëjnë 3, 4, 5. Edhe kjo është pika kyçe, vërtet. Kompromisi thjesht e ndan tortën që kemi përpara. Sinergjia? Sinergjia e bën tortën më të madhe për të gjithë. Nuk është thjesht një marrëveshje pak më e mirë, është një rezultat krejtësisht i ri, një nivel tjetër. Atëherë, si ngjitemi në atë nivel të lartë besimi dhe kreativiteti? Përbërësi sikret është, dhe kjo mund t'ju abis, gjithçka fillon me një ndryshim rrënjësor në mënyrën se si i shohim dallimet mes nesh. Ky citat e thot gjithçka, apo jo? Shumë shpesh ne i shohim dallimet si kërcënim, si pengesë, por sinergjia na mëson t'i shohim si mundësi, si lëndë të parë për diçka të re dhe më të mirë. Në fund të fundit, nëse dy njerëz në një dhomë mendojnë saktësisht njësoj, njëri prej tyre është i tepërt. Fuqia qëndron pikërisht te bashkimi i perspektivave të ndryshme. Këtu duhet jemi të qartë, po flasim për unitet, jo uniformitet. Uniformiteti është kur të gjithë bëhen njësoj, mendojnë njësoj, veprojnë njësoj, dhe kjo është e mërzitshme, vret çdo lloj kreativiteti. Uniteti, nga ana tjetër, është kur pjesë të ndryshme, unike, bashkohen për të krijuar një të tërë më të fortë dhe më plotësuese. Mirë, mjaft me teori. Le ta shohim se si funksionon kjo gjë në praktik, me një shembull që ndoshta na ka ndodhur të gjithëve në një formë në një tjetër. Imagjinoni këtë situatë klasike. Një çift po planifikon pushimet. Ai mezi pret të çojë familjen për peshkim, një traditë e shenjtë për të dhe djent. Ajo, nga ana tjetër, ndjen nevojën urgjente të përdorë atë kohë për të vizituar nënën e saj të sëmurë. Të dyja dëshirat janë legjitime dhe të rëndësishme, por duken krejtësisht të papajtueshme. Cila do të ishte zgjidhja normale këtu? Një kompromis i hidhur. Ndoshta ai shkon vetëm, ndoshta ajo heq dorë me zemër të thyer. Sido që të jetë, askush nuk është i lumtur. Njëri ndihet fajtor, tjetri i pakënaqur. Marrëdhënia pëson një goditje. Por me sinergji, ndodh diçka krejt tjetër, ndryshoni gjithë perspektiva. Ata e kuptojnë se problemi nuk është ai kundër asaj. Problemi është ata të dy kundër problemit, dhe fillojnë të dëgjojnë vërtet. Zbulojnë nevojat më të thella. Ai nuk do thjesht peshkim, ai do kohë cilësore dhe kujtime me djemt. Ajo nuk do thjesht një vizitë, ajo ka nevojë të tregojë kujdes dhe mbështetje për familjen e saj. Dhe ja ku lind alternativa e tretë. Zgjidhja është brillante në thjeshtësinë e saj. Ata gjejnë një vend për kemping dhe peshkim pranë shtëpisë së nënës. Kështu, ai krijon kujtimet e tij me djemt në natyrë dhe ajo është aty për nënën e saj. Të gjithë fitojnë. Kjo është fuqia e sinergjisë, nuk është transaksion, është transformim. Dhe ky parim funksionon një lloj edhe në punë. Përfytyroni atë tensionin klasik në një restorant. Salla ankohet për kuzhinën, kuzhina ankohet për sallën.
Në vend që të kërkojnë fajtorin, një menaxher i mirë i ul bashk. Ata zbulojnë nevojat e vërteta, kuzhina do rregull dhe qartësi, salla do shpejtësi dhe efikacitet. Dhe bashk krijojnë një sistem të ri komunikimi që jo vetëm zgjidh konfliktin, por e bën gjithë restorantin më të suksesshëm. Mirë, e pam në familje, e pam në punë, por fusha më e rëndësishme ku duhet të zbatohet sinergjia është brenda nesh. Sinergjia e vërtet me të tjerët fillon pikërisht aty. Ky është një mendim vërtet i thellë. Përpara se të vlerësosh mendimet e ndryshme të tjerëve, duhet të mësosh të vlerësosh zërat e ndryshëm brenda vetes. Mendoni pak për anën logjike, analitike dhe anën krijuese, intuitive. Zakonisht i vëmë në luftë me njëra tjetrën, por kur i bëjmë të bashkëpunojnë, kur i vlerësojmë të dyja, atëherë bëhemi më të plotë dhe shumë më të aftë për të krijuar sinergji edhe jashtë. Dhe ja ku është sfida e vërtet. Të heqim dorë nga mentaliteti ose, rruga ime ose asnjë rrugë tjetër. Shumica prej nesh kur dikush nuk pajtohet automatikisht mendojmë se tjetri e ka gabim. Dhe kjo e vret çdo mundësi për të krijuar diçka të re së bashku. Por imagjinoni sikur në vend të mbrojtjes të përgjigjemi me kuriozitet, me një fjali të thjeshtë si "Wow, interesante, ti je ndryshe. Më ndihmo pak ta shoh edhe unë si ti." Vetëm me këtë fjali e gjithë loja ndryshon. Nuk jeni më kundërshtar, jeni bërë bashkëpunëtor në kërkim të një zgjidhje më të mirë. Dhe kështu, po e mbyllim me këtë pyetje për reflektim. Mendo pak për botën tënde, në punë, në familje, në miqësi. Ku është ai vendi ku 1+1 mund të bëjë 3? Cili është ai konflikt apo ajo sfidë që në fakt është një mundësi e fshehur për të krijuar diçka krejtësisht të re? Pikërisht aty, në atë hapësirë që ndron fuqia e pafundme e sinergjisë.